Një grup studentësh dhe pedagogësh të Fakultetit e Ekonomisë në Universitetin Fanoli të Korçës morën pjesë në konferencën ndërkombëtare studentore dhe shkollën verore të organizuar nga Seku Youth në bashkëpunim me Universitetin e Zezovit në Poloni. Aktiviteti kishte në fokus temën qëndrueshmëria e gjeneratës së ardhshme, inteligjenca artificiale, inovacioni dhe objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm, ku studentët prezantuan punimet e tyre shkencore në sesionet e konferencës, duke diskutuar me studiues dhe ekspert nga universitete të ndryshme të Europës Juglindore dhe rajonit të Detit të Zi. Sipas zëvendës rektore Saida Mosko, pjesëmarrja në aktivitete të tilla ndërkombëtare forcon bashkëpunimin akademik, rrit përvojën e studentëve dhe pedagogëve, si dhe promovon Universitetin Fanoli në rrjetet universitare ndërkombëtare. Studentët prezantuan punimet e tyre, dhanë mendimin e tyre shkencor, e diskutuan, e debatuan atë mendim me studentët e vendeve të tjera, të cilët ishin pjesëmarrës nga 15 shtete të ndryshme dhe në total ishte një pjesëmarrje për 150 studentësh. Pra, ishte një debat i frytshëm rezultoi për ta dhe njëkohësisht kontribues në nxitjen e mendimit kritik, ajo që ne synojmë të arrijmë te studentët. Inteligjenca artificiale tashmë është prezente kudo, ajo që është më e rëndësishme është mos e shohim ato vetëm si mjet, por ta shohim si një ndihmues, gjithashtu edhe mjet për të arritur objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm. Përveç sesioneve shkencore, pjesëmarrësit ndoqën leksione plenare, punëtori tematike, aktivitete në grupe pune dhe veprimtari kulturore të organizuara nga Universiteti i Pritës.